Sot është ditë shumë e gëzuar dhe të ndash ushqim së bashku është mënyra më e mirë për të njohur edhe për të falendëruar njëri tjetrin. Jo vetëm për ato që bëjmë, por edhe për hapësirën që ndajmë, për tavolinën që ndajmë. Nuk ka asnjë gjë më të ngrohtë se sa të ndash ushqim së bashku në një tavolinë. Ashtu siç e ndajmë për familjet tona, kjo konsiderohet si një familje çik më e madhe se sa ajo jona, një tryezë çik më e madhe se sa ajo e shtëpive tona, por me të njëjtën ëmbëlsi dhe me të njëjtën ngrohtësi, ashtu siç do ta kishim në shtëpitë tona. Ndaj, mua bëhet shumë qefi që kjo qendra shërben si në fakt një familje e madhe, si shtëpi e madhe, ku jo vetëm ju, po fëmijët, gjitha moshave priten, ndihmohen, kualifikohen, po të thoshë drejtoresha që kemi një grup shumë mirë kërcimi këtu. Pastaj kemi pikturë, kemi aktivitete, si në çdo komunitet tjetër. Dhe gjithë lagja ka marrë një lloj karakteri dhe ka marrë një lloj krenarie, që nuk është më ajo që quhet bregu i lumit, ku kemi qenë të vegjël, po është lagja e re e Smaj, një lagje për të qenë krenar, për të qenë në shtëpi, për të ndjerë të respektuar, por edhe për të ndjerë ngrohtë edhe mirë me njëri tjetrin. Ndaj unë dua vetëm të uroj të gjitha të mirat, ata nga ju që kanë mundësi të ndihmojnë të tjerët, ata nga ju që kanë nevojë për ndihmë, ta gjejnë atë, jo vetëm në qendër, por edhe me njëri tjetrin, sepse ndonjëherë një fjalë mirë është shumë më e ngrohtë se sa çdo lloj ndihme tjetër që mund të jepet materiale. Njëherë vetëm dikush që ndihmohet që të kaloj rrugën është një dhuratë shumë e madhe se sa çfarëdo lloj pakoje tjetër që mund të marrin për vitri. Ndonjëherë vetëm fjalët na bëjnë të ndjehemi më mirë, por duhet dhe prania dhe ngrohtësia e gjithë secilit. Kështu që puna jonë është një çik punë fizike, por ajo që është më e rëndësishme është ajo që i bën të tjerët të ndihen më mirë. Dhe ky do ishte mesazhi dhe ky do ishte urimi për këtë vit. Jeni sa më mirë me veten, me njëri tjetrin, me familjet tuaja, suksese dhe shëndet të gjithëve. Gëzuar.